Kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës, Erjon Veliaj, ka vijuar sërish me skenaret e tij për t'u shmangur drejtësisë. Kjo teksa këtë të martë në gjykatën e posaçme u zhvillua seanca e gjyqit në themel, Veliaj ka zgjedhur të mos jetë i pranishëm dhe arsyeja lidhet me një të pavërtetë përsëritur prej tij. Përmes një deklarate që i ka dërguar gjykatës, Veliaj shpreh se nuk do të jetë i pranishëm për shkak se nuk janë dorëzuar të gjithë fashikujt e dosjes ndaj tij. Nuk do të jemi i pranishëm pasi SPAK nuk ka zbatuar vendimin e gjykatës për të dorëzuar fashikujt e munguar dhe provat digjitale dhe të mundësoj të marrë pjesë si njeri i lirë në sallën e gjyqit. Kërkoj të përfaqësohem nga avokati Plarent Ndreca, ka deklaruar Veliaj. Duket se kryebashkiaku që ndodhet në qelitë e burgut të Durrësit që prej arrestimit të tij më 10 shkurt 2025 nuk i ndahet skemat e tij për t'u shmangur drejtësisë, por dhe frikës nga kafazi. Por ja si qëndron e vërteta lidhur me fashikuj. Të martën e 23 marsit 2026, gjatë seancës së dytë në themel ndaj Veliajt u zbuluan detaje shokuese nga procesverbali i dorëzimit të akteve që ka ndodhur në paraburgim. Siç u shpreh aso kohë prokurori Olz Dado, Veliaj jo vetëm ka refuzuar marrjen e akteve, por ka kërcënuar dhe Samet Gurgurin, oficerin e byros kombëtare të hetimit, duke ju drejtuar me fjalë fyese jo etike dhe kërcënuese, duke i thënë pis nuk kam për ta falur. Procesverbali e thot qartë, në zbatim të urdhrit kanë shkuar në JVP Durrës dhe kanë kontaktuar me Erjon Veliaj. Që në fillim Erjon Veliaj ka shfaqur sjellje kundërshtuese dhe fyese ndaj hetuesve të BKH-s. Ka qenë reagim jo etik dhe fyes, duke refuzuar të marrë aktet. Në këto kushte është larguar dhe ka vënë në dieni të gjithë zinxhirin në burg, që nga juristët e deri tek drejtuesit. Ata të gjithë së bashku kanë shkuar të sqarojnë Erjon Veliajt arsyen. Është kundërshtuar dhe Veliaj është drejtuar me fjalët: "Gruaja ime abortoi 2 herë. Më keni shkatërruar. Olz Dado ka 30 apartamente. Ky pis abortin e 2 fëmijëve të mi s'kam për ta falur." Më pas në një dhomë vendosur nga Samet Gurguri dhe juristët e JVP, dokumentet dhe aktet në paraburgim, tha Dado. Kjo lëvizje mashtruese e Veliajt tregon dhe një herë se kryebashkiaku mendon se nga burgu mund të mashtrojë opinionin publik, ndërsa e vërteta është se aktet e gjykatës i kanë marrë avokatët e tij. Përkëdheljet e Veliajt, ndërsa qëndron në qelim prej rreth 16 muajsh, nuk e shpëtojnë dot kryebashkiaku, ndaj të cilit rëndojnë 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, ndërsa bashkë me avokatët e tij kujton se mund të bëjë cirqen me gjykatën.